A e dije që tani në Gjermani mund t'i sjellësh prindërit legalisht, edhe pa raste emergjente? Ky është një nga ndryshimet më të forta të ligjit të ri të imigracionit në Gjermani, dhe pothuajse askush nuk po flet për të. Nëse ti je punonjës i kualifikuar dhe ke marrë Blue Card, për herë të parë pas datës 1 Mars 2024, atëherë ke të drejtë jo vetëm për gruan dhe fëmijët, por edhe për prindërit dhe madje vjerrin ose vjerrën. Më parë kjo ishte e mundur vetëm në raste shumë të rënda shëndetësore. Sot kjo pengesë ka rënë komplet. Kushti kryesor është që ti të kesh të ardhurat të mjaftueshme, banesë me metra katror të mjaftueshëm dhe të mbulosh sigurimin shëndetësor, që për moshat e larta zakonisht është privat dhe më i shtrenjtë. Pra shteti gjerman thot qartë, nëse ti mban financiarisht, ata janë të mirëpritur. Nëse nuk e Blue Card, rruga mbetet e vështirë, por për specialistët kjo është një autostradë religjore që Gjermania ka hapur për t'i mbajtur këtu, sepse shteti s'humb asgjë, dhe të rinjt shqiptar do ishin më të lumtur dhe më efikas në punë, nëse do i kishin prindërit afër vetes. Komento poshtë nëse do që t'i sjellësh prindërit në Gjermani, dhe ta shpjegoj hap pas hapi si bëhet aplikimi.